Çdo fjalë që përdorim ka një ndikim. Gjuha e urrëties ndaj grave dhe personave me aftësi të kufizuara nuk duhet të ketë vend në shoqërinë tonë. Çdo fjalë që përdorim ka fuqi. Të sigurohemi që fjalët tona ndaj grave të jenë mbështetëse dhe të respektuara, jo ofenduese. Gjuha e urrëties ndaj grave është një plagë që na vjen të gjithëve. Të përdorim fjalë që nxisin respekt dhe dashuri për të gjithë, pa dallim. Të gjithë meritojnë mundësitë e barabarta për të jetuar dhe kontribuar. Ne duhet të jemi të kujdesshëm në çdo fjalë që ne përdorim. Respekti për gratë është themeli i një shoqërie të shëndetshme. I themi jo dhunjes ndaj grave. Të gjithë jemi të barabartë, të ndihmojmë dhe të mbështesim njëri tjetrin për një shoqëri të barabartë, pa urrëtie dhe pa pengesa. Respekto gruan. Ne mund të jemi një shoqëri që mbështesim dhe respektojmë. Çdo grua ka të drejtë të jetojë pa urrëtie dhe pa poshtërim. Të bëjmë të mundër që gjuha që përdorim të jetë mjet për të mbështetur, jo për të dhunuar. Fjalët që lëndojnë mund të krijojnë plagë të thella dhe të kujdesemi që ato që themi të nxisin mbështetje e jo urrëtie. Secili nga ne mund të bëjë një ndryshim, të ndalim gjuhën e urrëties. Të ndërtojmë një mundësi për të gjithë, pa përjashtim. Të ndërtojmë një shoqëri që punon dhe mbështet çdo individ, duke siguruar barazi për gra dhe persona me aftësi të kufizuara. Një shoqëri që respekton gratë dhe personat me aftësi të kufizuar është një shoqëri ku të gjithë mund të kontribuojnë. Barazia është për të gjithë, të respektojmë gratë dhe personat me aftësi të kufizuara. Të gjithë duhet të mbështesin barazinë dhe mundësitë për të gjithë. Gratë dhe personat me aftësi të kufizuara kanë një rol shumë të rëndësishëm në shoqërinë tonë. Barazia gjinore dhe mundësitë për personat me aftësi të kufizuara janë të drejta themelore, jo privilegje. Secili ka të drejta të barabarta. Ne duhet të ndërtojmë një shoqëri ku gratë dhe personat me aftësi të kufizuara mund të jetojnë dhe të kontribuojnë pa pengesa. Govor mržnje prema ženama nije samo riječ. To je korak bliže nasilju. Svaka uvreda, svaka loša riječ je samo još jedan dodatan kamen u zidu straha i tišine. Vrijeme je da se taj zid već jednom sruši. Poštovanje nije izbor, to je pravo svih nas. A nasilje nad ženama nije privatna stvar, već problem cijelog društva. Prekini tišinu, da zaštitimo žene danas, sjutra i zauvijek. Si më simdhënëse, ju lutem, të ndalojmë përdorimin e gjuhës së urrëties ndaj grave. Çdo fjalë mund të plagos, por edhe të shërojë. Të respektojmë, të ndërtojmë një botë më të mirë për të gjitha gratë. Një fjalë mund të sjellë dhunë, por dhe mund të ndihmojë të ndërtojmë një botë të barabartë. Të ndalim përdorimin e gjuhës së urrëties ndaj grave dhe të flasim me respekt dhe dashuri. E ardhmja është në duart tona. Le të ndërtojmë një shoqëri ku çdo grua ndihet e çmuar dhe e respektuar.